Të nderuar banorë të Librazhdit, në emrin tim dhe degës Partisë Demokratike Librazhd, dua të ndaj një shqetësim që me të vërtetë është shumë i rëndësishëm për jetën tuaj. Në papërgjegjësi të plotë, para 2 ditësh Këshilli Bashkiak ka marrë një vendim për transferimin e të gjitha kapitaleve të shoqërisë aksionere të Ujësjellësit në Elbasan. Nuk mund ta kuptoj se si kjo trupe Këshilli Bashkiak për 21 vetash kanë votuar unanimisht pro transferimit të këtij kapitali, këtij aseti të çmuar të qytetit tonë. Unë jam i bindur që në atë këshill, edhe pse është monist, ka njerëz të përgjegjshëm, zonja dhe zotëri, por kanë qenë të imponuar për ta marrë atë vendim. Absolutisht, Librazhdi, edhe pse ky Ujësiellës është keq menaxhuar ndër vite, pasi është bërë fole apo streh për militantët partijak, por gjithsesi i përkiste qytetit tonë. Absolutisht, shumë shpejt do filloj të rritet çmimi i ujit. Shumë shpejt uji i pishëm mbase do marrë rrugën për Elbasan. Shumë shpejt ne nuk do të jemi më zot të ujit ton, por do të jenë të tjerët. Si mundet që një Këshill Bashkiak pa një relacion shpjegues, por edhe jo në pika të rendit ditës, por këtë të ndryshme, për 5 minuta nuk zgjati, ngren dorën dhe e transferojnë këtë Ujësiellës. Unë me këtë video mesazh dua t'ju bëj thirrje të gjithë banorëve, t'i lëm bindjet mi janë, të majta dhe të djathta, por të bashkohemi si një trup i vetëm dhe të kërkojmë të drejtat tona që drejtoria e Ujësiellës kanalizimeve të ngelet në Librazhd. Absolutisht, ne kërkuam që të ishin në bashki të ndara, Presin vete dhe Librazhdin vete, por gjithsesi, edhe këto 2 qytete mund ta kenë sërish bashkë, por jo njëra transferohet po Gradec e tjetra në Elbasan. Qeveria para 6 vjetës bëri një reformë territoriale, ku këtu përfshi dhe decentralizimi i pushtetit vendor. Por, çfarë ndodhi? Jo që nuk u decentralizua, por u monopolizua nga hajdutët e qendrës të ndihmuar nga hajdutët e bazës. Edhe njëherë, i bëj thirrje prefektit të mos e miratoj këtë vendim dhe të kthehet në Këshillin Bashkiak, të rishikohet nga ky këshill dhe të anullohet. Nuk është turp të korrigjohet gabimi, por do ngeleni me një njollë të madhe në historinë e Librazhdit nëse nuk do ta tjetërsoni këtë vendim. Faleminderit banorë të Librazhdit dhe nuk dua ta them, por jeni njollë turpi nëse do ta lini këtë vendim në fuqi.